Me lot në sy, Gjibani ngushëllon gjestin për humbjen e vëllait. Një ndër momentet më prekse pas lajmit tragjik për vdekjen e Eldion Kelmendit, vëllait të gjestit, ka qenë reagimi emocional i Gjibanit, miku dhe ish konkurrentit të tij në Big Brother VIP Albania edicioni i 4. Në një videomesazh të publikuar në Instagram, Gjibani, me zërin që i dridhej dhe lot në sy, ka shprehur dhimbjen e thellë që ndjen për humbjen e mikut të tij. Sapo mora vesh nga një njeri imi që vëllai i gjestit ka humbur jetën në një aksident. Si fillim, janë momente shumë të vështira për të gjithë, për familjarët e vet. Ngushëllim e gjest, edhe fjalët janë të tepërta. Ju që prisnit këngën sot në orën 19, ma bëni halal dhe më mirë kuptoni. Unë kam ngrënë bukë me atë lloj njeriu, kam jetuar në një shtëpi me atë njeri. Kur ka qenë babi imi sëmur, ka thënë: "Inshallah bëhet më mirë babi i Banit." Edhe sigurisht që unë nuk mund ta qarkulloj këngën sot. Do ishte e pa kuptim. E shtym për nesër, është gjëja më e vogël, gjëja minimale. Nuk kam fjalë, shprehet ai. Nëse ju pëlqeu kjo video, shkoni në kanalin e YouTube-it Big VIP Albania Kosova, që e gjeni në bio. Mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e zilës që të informoheni për videot më të reja.